As vetë babaj nuk bënte shëtitje këtu. Shëtitjen e bënte këtej, në rrugët edhe ishte gjithë aty ku janë ndërtuar ato pallatet e mëdhaja, ajo ka qenë lulishtë. Vila e ish diktatorit Enver Hoxha, e vendosur në zonën e ish bllokut në Tiranë, vijon të zgjojë interes dhe kurreshtje për shkak të historive dhe strukturave të fshehta që ndodhen nën të. Një nga elementët më misterios të kësaj rezidence është tuneli sekret, i ndërtuar gjatë viteve të diktaturës si pjesë e masave ekstreme të sigurisë për udhëheqësin komunist. Tuneli, i cili lidhte vilën me pika të tjera strategjike nëntoksore, shërbente si rrugë arratisjeje dhe streh emergjente në rast rreziku, sulmi apo grushti shteti. I ndërtuar me beton të armuar, me korridore të ngushta dhe dalje të maskuara, ai ishte projektuar për t'i rezistuar bombardimeve dhe për të garantuar lëvizje të padukshme për Hoxhën dhe rrethin e tij të ngushtë. Burime historike tregojnë se në tunel ndodheshin ambiente të posaçme për qëndrim të përkohshëm, sisteme ajrimi, ndriçim të pavarur dhe dyer të rënda metalike, të cilat izolonin çdo seksion në rast rreziku. Hyrja e tunelit ishte e fshehur brenda vilës, ndërsa daljet e tjera lidhnin zonën e bllokut me struktura të tjera të sigurisë së regjimit. Vila e Enver Hoxhës, së bashku me rrjetin e tuneleve dhe bunkereve përreth, është dëshmi e drejtë për drejtë e paranojës dhe frikës që karakterizonte diktaturën komuniste në Shqipëri. Ndërsa qytetarët jetonin në varfëri dhe izolim ekstrem, regjimi investonte burime të mëdha në ndërtimin e sprehimeve sekrete për mbrojtjen e elitës politike. Sot, këto hapësira përbëjnë një kapitull të errët të historisë shqiptare, por edhe një kujtesë të fortë për mënyrën se si pushteti absolut ndërtoi frikën dhe kontrollin. Tuneli sekret i vilës së Enver Hoxhës mbetet një nga simbolet më domethënëse të asaj periudhe.